UTEK, Qendra Rinore e Teknologjisë dhe Inovacionit e vendosur në ambientet e Muzeut Historik të Lushnjës, po shndërrohet në një hapësirë të rëndësishme për të rinjtë e qytetit, duke i afruar ata me teknologjinë, inovacionin dhe kreativitetin. Aktualisht po zhvillohet projekti Glow Code, ku përfshihen 14 vajza nga shkolla të ndryshme të Lushnjës, të cilat po mësojnë fazat e programimit në drejtimin e instruktores Ariola Çela. Vajzat me këtë projekt po nisin rrugën e tyre në botën e teknologjisë, tha Çela. Që në fillim të kësaj jave jemi në Lushnjë për të zbatuar projektin Glow Code. Në këtë projekt janë përfshirë 14 vajza nga shkolla të ndryshme të Bashkisë Lushnjë. Këtu vajzat do të mësojnë bazat e programimit, ku kemi nisur tashmë me gjuhën HTML dhe CSS, dhe gjithashtu kemi përfshirë aktivitete të ndryshme rreth leadershipit, si dhe lojra të ndryshme argëtuese për vajzat. Ky projekt u shërben vajzave për të nisur rrugtimin e tyre në botën e teknologjisë dhe që në nisje të projektit kemi vënë re që vajzat kanë një interes shumë të madh për sa i përket dhe vetë kampit, por po ashtu për të zhvilluar karrierën e tyre në botën e teknologjisë. UTEK është financuar prej Qendrës Kombëtare të Rinisë dhe ka 3 muaj që ka filluar punën. 2 kurset e para në marketing, Canva dhe Microsoft Office sapo kanë përfunduar me certifikimin e të rinjve që morën pjesë, tregon Ariena Silo, specialiste IT-s në Bashki. UTEK është qendra më e re rinore e teknologjisë dhe inovacionit në Bashkinë e Lushnjës. E financuar prej Agjencisë Kombëtare të Rinisë, qendra ndodhet në ambientet e Muzeut Historik të qytetit dhe ka rreth 3 muaj që është në funksion të rinjve. Sapo kemi përfunduar me 2 kurset e para të zhvilluara në qendër. Të rinj ndoqën 10 seanca të kursit Marketing Canva dhe Microsoft Office. Qendra ka pasur një fluks aplikimesh prej rreth 40 të rinjve, të cilat pas përfundimit të këtyre seancave u certifikuan. Aktualisht në qendër po zhvillohet Glow Code, një kurs fillestar kodimi vetëm për vajza nga vullnetarët e Korpusit të Paqes. Presim që në të ardhmen në qendër të kemi dhe bashkëpunim me bizneset të tjera dedikuar teknologjisë, me qëllimin e zhvillimit të sa më shumë kurseve dhe trajnimeve në dobi të rritjes së njohurive të rinjve në fushën e inovacionit. Teknologjia është e ardhmja, prandaj pse jo, kjo qendër të jetë piknisja e të rinjve drejt kësaj të ardhmeje. Qendra Rinore e Teknologjisë dhe Inovacionit shërben si një pikë takimi për bashkëpunim, ide të reja dhe zhvillim personal për të rinjt.